Avokat, mbrëmjen e djeshme, biznesmeni i njohur Elton Iliani ka bërë disa deklarata lidhur me këngëtaren Parashevisi Maku. Dhe ne kemi bërë disa intervista bashkë dhe ndërta ju keni qenë të parë që keni thënë që ajo ka qenë e përndjekur shumë nga sigurimi i shtetit, gjë që të cilën pak a shumë e konfirmoi dhe Elton Iliani. Shiko, është fakti i njohur që sigurimi i shtetit, njerëzit e artit i kanë ndjekur në mënyrë të veçantë, qoftë brenda, qoftë jashtë shtetit. Kam parasysh nuk mund të dilnin sportistët jashtë pa të pashoqëruar nga një oficer i sigurimit të shtetit. Nuk mund të shkonin skuadrat tona të futbollit jashtë shtetit për të luajtur në kampionate të ndryshme të pashoqëruar dhe të pa kontrolluar dhe survejuar mirë nga dy, jo një, nga dy zyrtarisht oficerët të sigurimit të shtetit. Lere pastaj që mund të bënin ata me njëri tjetrin, sepse u ndërtua një shoqëri mbi bazën e spionimit, mbi bazën e deklarimeve të rreme ose dhe të vërteta, por që nuk mete gjë pa denoncuar në sigurimin e shtetit, në organet e diktaturës. Populli ynë ka, dhe bashkë me të edhe unë, kemi kaluar një kalvar të gjatë frike dhe shantazhi nga diktatura. Një diktaturë e pa shembull. Kishin dhe rumunët kishin diktaturë, kishin dhe këto shtete tjera të ish bllokut komunist sovjetik, por jo si në Shqipëri. Shqipëri është bërë tmerr. Në Shqipëri arritën deri aty sa sot, tani që flasim bashk, ka me dhjetra të zhdukur në burgjet e diktaturës që nuk u dihet varri ku janë varrosur dhe si janë. Kam vajtur, para 4 vjetësh kam vajtur, ishte një përvjetor, nuk e di sa ishte në ish burgun e qaf barit, në andej në Apuka së kosht, kam parë tmerr. Ishte një vend që thuaj këtu janë varrosur të gjithë ata që kanë vdekur në burg. As emër, as gjë, thjesht thuaj që këtu janë varrosur ata dhe kaq, një tabel e vend tani mbas diktaturës. Kështu që nuk më habit fare fakti që është deklaruar, dhe mirë ka bërë ai zotnia, që ka deklaruar një gjë të tillë, sepse ishte vërtet. Parashevia ka hequr realisht, ka hequr të zite ullirit nga sigurimi i shtetit. Ishin objekti. Jo Parashevia që ishte një vajzë shumë e bukur, edhe nuk diskutohej që do vërsuleshin të tërë qenë të sigurimit të shtetit mbi të. Po dhe një normale, një zakonshme, patjetër që do kalonte në duart të tyre, ishte pamundur, se ndryshe nuk dilte në krye. Kam parasysh dhe një thënie të një shkrimtari turk, Aziz Nesin, i cili thot rruga për të suksesi kalon nga shtrati i regjizorit. Avokat, po a kemi detaj konkret, emra konkret që si e ka përndjekur, pra ka qenë dikush që e ka përndjekur apo thjesht themi që sigurimi i shtetit? Tani emrat nuk kam si t'i di, se s'kam qenë në ato struktura dhe nuk as janë përdjekur nga ata vetë. Vetë nuk janë përdjekur nga ata. Po kam parasysh këngëtarin Sherif Merdani bie fjala. Një këngëtar i shkëlqyer, një njeri në punë të tij, një mjeshtër i këngës, e morën e futën në burg shokët e tij. Tjetër, kemi atë vllajën e sportistit Salvador Kachaj, si kishte ky këngëtar i lirik, një zë brillant, një artist i shkëlqyer, e përndoqën sa e futën në burg dhe kolegët e tij. Ishte një shoqëri që dhe një strukturë e shtetit që nuk linte molekull të shoqërisë shqiptare, pa kontrolluar, pa survejuar, pa dhunuar dhe torturuar. A ka pasur këngëtarë të tjerë përveç Parashevisi Maku? Ka deklaruar Alida Hisku, ka deklaruar vetë. Madje ka thënë kështu, na futën në burg, atje në qeli, na mbulonin kokën me batanie dhe na përdunonin me radhë hetuese dhe prokurorët. E ka deklaruar ajo, nuk e them unë nga vetja ime. Dhe ata s'kan marrë përgjigje, ata s'janë dënuar, ata nuk kanë dhënë llogari, sepse akoma janë në pushtet, akoma janë në strukturat e shtetit shqiptar, në mos vetë ata që kanë qenë të rinj, pasardhësit e tyre.
s'kan dhënë llogari. Nuk i ka prekur njeri, nuk u ka thënë njeri ç'është kjo që bë dhe pse e bë. Se duhet të rrim shtërmet flasim drejt. Me ligjet e diktaturës nuk lejohej që të bëje të ushtroje torturë, që e ndaluar me ligj. Tjetër gjë se që bënin ata pasaj dhe nuk e llogari dhe nuk i kërkonte kërkush, sepse në veri atë donte që të vinte njëri të vresi njëri tjetrin, të godisni njëri tjetrin. Por me ligj ndalohej, ndërsa këta kanë shkelur ligjin dhe se gjëje ja aty ke. Absolutisht asnjë gjë s'ka ndryshuar. Dhe janë po ata oficer dhe hetues të sigurimit të shtetit që kanë bërë ato krimet, qoftë tek arti, qoftë kultura, qoftë sporti, pse harruam atë Kondo, si e kishte ai peshngritësi. A ishte kjo përndjekje që u bë para shefis që u detyrua që të largohej nga Shqipëria? Padyshim. Iku nga sytë këmbët. Shqyr që u liruam, shqyr që shpëtova nga se nuk ka të merë më të madh për një grua se sa të përdunohet sistematikisht nga njëri të cilin se shëdot, por s'ka nga jam band. Dhe ajo këtë gjë ka deklaruar, e ka thënë. E kemi thënë dhe personi që ka torturuar, se vlen më bara qena, se s'do merrem me të vdekurit. Dhe t'jap llogaria ku ka shkuar. Por që atë e ka torturuar, pa diskutim. Avokat, shpeshherë po përflitet që së shpejti do ketë arrestime, do krijohet qeveria teknike, dhe ndërkohë që zgjedhjet po afrojnë, a besoni që do ketë arrestime dhe qeveri teknike? Që do bëhen arrestime, do të merren pronat, do të shpërndahen shqiptarëve, do bëhet qeveria teknike, mirë po deri tani nuk po shohim televizë asgjë në këtë drejtim. Shpresoj që se kohë ka akoma, se pardje u shkri parlamenti. Kështu që janë të tëra kushtet dhe të tëra mundësit, tashi që qoftë që të bëhen arrestimet, qoftë që të bëhen sekuestrimet, qoftë edhe të ngrihet dhe të shpallet qeveria teknike. Se qeveria teknike nuk do bëhet nga dy partitë e mëdha siç kanë kërkuar. Qeveria teknike do bëhet nga njerëz të paangazhuar në këto parti. E pres këtë, e presëm me dita ditës, e besoj që do bëhet, e besoj, kam besim te profesor Pilinçi, por do t'ja lëm kohës. Kur të bëhet, do gëzojmë të tërë. Avokat, a besoni që partitë e vogla do kenë mundësi të marrin ndonjë deputet? Jo. Partitë e vogla ose partitë që kam quajtur unë në mënyrë të përsëritur, nuk do marrin, nuk do kenë përfaqësues të tyre, sepse janë të tëra ose mund t'u japin nga një kock këta të dy të mëdhenj, partitë e mëdha, mund t'u japin dhe atyre nga një kock që të thonë ja u përfaqësuan dhe të vegjël për të treguar që këtu ka pluralizme dhe ka pjesëmarrje të gjerë. Po ata po hajnë njëri tjetrin, po marr Dashnor Sulën. Dashnor Sula ai ishte me PD-n, vajti tek LSI-ja, nga andej vajti tek PS-ja, tani prap e ka kërkuar Salihu që të kthehet. Këta janë karagjozë, këta janë burra shteti, janë politikanë. Lëpihet ai për një karike deputeti, po deri dje ishte deputet, çdo më, ç'a bëre kur ishte? Se ishte zoti Sula. Na pëlqejnë ato deklarimet e tua dhe në ato batuta të lëshoje. Po praktikisht një ishe, s'kishe që bëje, dhe s'kanë që bëjnë. Këtu është ngërçi i jashtëzakonshëm, është legalizimi i diktaturës nëpërmjet kodit zgjedhor, nëpërmjet marrëveshjes së vitit 2008 në 21 prill. Aty u rivendos diktatura e Partisë Punës dhe fjala rilindje e kam thënë edhe the prap të japi sy shqiptarët. Është rilindje për Partinë e Punës, nuk është rilindje se leu një qëngjë. Është rilindje e teorisë komuniste, e Partisë Komuniste të Punës të Shqipërisë. Janë ata në pushtet. Dhe këtë vërteton dash ekzistenca e zonjës Balluku, zëvendës ministre, në dash mbiemra të tjerë të njohur. Deri dje ishte drejtoresha ATP-s, ajo Sonila Qato e bie Llambigek Prifti, po Llambigek Prifti ishte kandidati i byrosë politike. Pra janë po këta në pushtet, s'ka lvizur gjë. Dhe për këtë kërkojnë qytetarët shqiptarë dhe më kapin për ditë për xhakete. Avokat ke deklaruar i do bëhet
qeveri teknike do bëjnë zgjedhje. Më duket dhe mua sikur e kam thënë unë këtë, po unë nuk e kam thënë nga vetja.